Familja e re nga jeta e të dërguarit Muhammed a.s. Kur xhamia gati kishte përfunduar, i dërguari urdhëroi që 2 banesat e vogla t'i ngjiteshin murit të saj lindor, njëra për të shoqen Sevde e tjetra për të fijuaren, Aishën. Ndërtimi kishte zgjatur 7 muaj, gjatë të cilëve ai u strehua tek Ebu Ejubi. Por kur shtëpia e Sevdes ishte thuajse gati, ai dërgoi Zeidin që ta sillte në Medinë dhe bashkë me të Kulthumin e Fatimen, ndërsa Abu Bekri i çoi fjalët e birit Abdullahu të sillte Rumanin, Esman dhe Aishën. Ndërkaq Zeidi solli të shoqen Eimen dhe djalin e tyre të vogël Usma. Me ta urdhëroi dhe Talhaj, pasi e kishte hequr krejt pasurinë e patundshme, duke bërë kështu hijretin, jo shumë pas mbërritjes së grupit, Ebu Bekri ja dha Esman në martesë Zuberit, cili kishte disa muaj në Medinë bashkë me të ëmën Safien. Motra e Abu Bekrit, Kurejba, qëndroi në Mekë për të kujdesur për babain e tyre Ebu Kuhafen, i cili ishte plakur e vërbuar. Ndryshe nga Kurejba, ai nuk ishte hyrë ende në Islam. I dërguari tani vendosi që krahas Eimenit, Zeidi duhet të kishte një grua të dytë, që ti ishte me pranë me moshë, dhe ai kërkoi kushëririt e tij Abdullah ibn Gjash, dorën e vajzës së tij të bukur Zeynep. Në fillim Zeynebi nuk donte dhe kishte arsye për këtë, siç do të tregonin ngjarjet. Arsyeja që ajo dha gjithsesi se që Kurejshe nuk ishte bindse. Ema Umejma, me prejardhje të kulluar Kurejshe në të dy anet, ishte martuar me një burr të fisit të Sed dhe krejt veçmas adoptimit të Zeidit të Kurejshët. Nuk mund të thuaj se fiset e prindërve të tij, Beni Kalb e Bani Taj, ishin inferior ndaj Beni Esedëve. Kur pas se ishte dëshira të dërguarit që ajo të martohej me Zeidin, ajo pranoi dhe martesa ndodhi. Afërsisht në të njëjtën kohë, motra e saj Hamna ju dha në martesë Musabit. Jo shumë kohë më pas, Umejma erdhi në Medinë kur i dha besën të dërguarit. I dërguari dhe të bijat e tij tani shkuan të jetonin me Sevden në shtëpinë e saj të re dhe me pas një muaj, a dy u vendos që të bëj martesa Aishës. Ajo ishte atëherë vetëm 9 vjeçë, një fëmijë me bukuri të spikatur, siç mund të pritej duke parë prindërit e saj. Kurejshin i kishin dhënë të ati titullin Atik. Disa thoshin për arsye të fytyrës së tij të hollë. Për nënën e saj, i dërguari kishte thënë: kush dëshiron të shohë një grua nga hyrit sygjera të xhenetit, le të vështroj Rumanin. Për Aishën, i dërguari kishte qenë nga herë shumë i afërt e shumë i shtrenjtë. Dhe ajo ishte mësuar ta shihte çdo ditë, përveç gjatë atyre pak muajve kur ai dhe jati i saj kishin merguar tashmë, dhe ajo me të ëmën ndodheshin ende në Mekë. Që në vitet e saj më të hershme, ajo e kishte parë të atin dhe me të ëmën të trajtonin atë me një dashuri e përndërim të atill që nuk ja kushtonin asnjë tjetër njeri. E as nuk ishin dështuar ata që t'ja vulosnin arsyet për këtë. Ajo e dinte se ai ishte i dërguari i Zotit, se bisedonte rregullisht me engjëllin Gjibrail dhe se ai ishte unik në mesin e të gjallërve. Pasi ishte ngjitur në qiell e ishte kthyer së andemi. Vetprania e tij e tregonte atë ngjitje dhe përcillte diçka nga gëzimi i parajsës. Në prekjen e tij të mrekullueshme, ky gëzim madje dallohej. Kur të tjerët kaploheshin nga vapa, dora e tij ishte më e freskët se bora dhe më këndërmuese se misku. Veç kësaj, ai duke i pamosh, si një i pavdekshëm, sytë e tij nuk ishin humbur asgjë nga shkëlqimi i tyre. Flokët e tij të zinj dhe mjekra kishin ende shkëlqimin e rinisë, dhe trupi i tij kishte hirin e dikujt që kishte vetëm gjysmën atyre 53 viteve që kishin kaluar që nga viti i elefantit. Përgatitjet e vogla u bën për martesën, gjithsesi të pamjaftueshme që Aisha të rokte ndjesi në rastit të madh e solem. Dhe pak pas i lanë shtëpinë, ajo rëshqiti për në ubor
për të luajtur me një shoqe që po kalonte. Me fjalët e saj, po luaja në një kolovitëse, dhe flokët e mia të gjata, të shtrira, u shpëfurisën. Ata erdhën e më morën nga loja dhe më bën gati. Ebu Bekri kishte ble rroba të bukura me shirita të kuq nga Bahreini, që ja përshtaten asaj si fustan usërie. Ata ja veshën dhe ëma e çoi te banesa e sapo ndërtuar, ku disa gra ansare po e prisnin për jashta. Ato e përshëndetën me fjalët: "Për har e lumturi, shkoft mbar gjithçka", dhe quan në pranitë të dërguarit. Ai qëndroi atje duke buzëqeshur teksa ato i krenin asaj flokët dhe zbukuronin me ornamente. Ndryshe nga martesat e tjera të tij, kjo nuk pati kosti dasme. Rasti ishte sa më i thjeshtë që mundej. U soll një tas me qumesh dhe pasi piu, prej tij ja ofroi asaj. Ajo kundërshtoi me turp, por kur ai e shtyu të pinte, ajo e bëri dhe ja ofroi tasin të motrës Esma, që rinte për krah saj, dhe të tjerët pinë. Pastaj e shkuan të gjithë në punët e tyre, dhe Vendri e Nusja e lanë së bashku. 3 viteve të fundit, zor se kishte patur ditë që një ose më shumë shoqe të Aishës të mos vinin për të luajtur në oborin e ngjitur shtëpisë së Atit. Zhvendosja e saj në shtëpinë e të dërguarit nuk ndryshoi asgjë në këtë drejtim. Shoqet tani vinin çdo ditë ta vizitonin në banesën e saj. Shoqet të reja të zëna pas mbërritjes së saj në Medinë, si dhe disa të vjetra prindërit e të cilave ashtu si të vetët kishin mërguar. "Luaja me kukullat e mia", thoshte ajo, "me shoqet e mia", dhe i dërguari hynte brenda e ato përvidheshin nga shtëpia, ndërsa ai shkonte pas se i kthente, sepse ishte i kënaqur që të ishin atje për hatrin tim. Nganjëherë ai u thoshte: "Rini aty ku jeni", para se të kishin kohë të ikin. Ai gjithashtu ju bashkoi në lodrat e tyre nganjëherë, sepse i donte fëmijët dhe luante shpesh me të bijat. Kukullat ose lodrat kishin role të ndryshme. "Një ditë", tha Aisha. I dërguari u fut brenda, kur po luaja me kukullat e tha: "O Aisha, ç'lodër është kjo?" "Është kari i Sulejmanit", i thash, dhe ai qeshi. Po nganjëherë kur hynte, ai thjesht veçoi duke vënë hirkën e tij që të mos i bezdiste. Jeta e Aishës kishte edhe anën e saj më serioze. Jethribi ishte i mirënjohur anë kënd Arabisë, si vend ku në stin të caktuar kishte rrezik të madh zjarmie, sidomos për ata që nuk kishin lindur aty. Veti dërguari i shpëtoi, por zjarmia kaploi rënd mjaft prej muhaxhirëve, përfshirë Ebu Bekrin dhe 2 skllëvrit e tij të liruar, Amirin e Bilalin, të cilët aso kohë jetonin me të. Një mëngjes, Aisha shkoi t'i bënte vizitë të Atit dhe u remerit pak tek i pa të 3 të përdhesur në kulmin e dobësisë. "Si ta qon baba?", tha ajo. Por ai ishte tepër i semur për t'ia përshtatur gjevapin një vajze 9 vjeçare. Ndaj u gjeq me 2 reshta poezie. "Çdo burr u auron të vetëve mirëmëngjesin për ditë, dhe vdekjen e ka më pranë se ripin e sandales së tij." Ajo mendoi se nuk dinte ç'fliste dhe u kthye nga Amiri, i cili u përgjigj pa ashtu në vargje me kuptimin që edhe pse nuk ishte vdekur, ai kishte qenë mjaft pranë vdekjes për ta ditur se si ishte. Ndërkohë Bilalit i kishte ikur zjarmia, donë se ishte ende tepër i dobët për të bërë gjë tjetër veç shtrirjes në oborin e shtëpisë. Por zëri i tij kishte aq fuqi sa të këndonte: "Do të fle prap natën vallë, me struzmave në ardit që rriten jashtë Mekës, dhe a do pi më nga ujët e Maxhanës, e të shoh përpara shamahun e Tafilin." Aisha u kthye në shtëpi shumë e trazuar. "Ata janë qartur menç", tha ajo, nga xësia e zjarmisë, por i dërguari u sigurua disi kur me kujtesën e ruajtëse të një fëmije. Ajo përsëriti thuajse fjalë për fjale reshta që kishin shqiptuar ata dhe të cilët nuk i kishte kuptuar plotësisht. Pikërisht me atë rast ai u lut,
O Zot, bëjna Medinën të shtrejtë, sa na ka bërë Mekën, dhe hiqe zjarmin aq larg sa ma hjaher. Dhe Zoti u përgjigj lutjes së tij.